Procesi i votimit në 5 bashkitë e vendit ka nisur me problematika të vogla, janë kryesisht probleme të njohura tashmë për zgjedhje, siç është vështirësia e identifikimit të qytetarëve të cilët shkojnë për të votuar përmes pajisjes, apo ndërrimi i qendrës së votimit. Këtu vlen të përmendet rasti një çifti nga Vlora, i cili ka ardhur nga Italia dhe ka hasur probleme me dokumentacionin. Qendrën time këtu ka një shkollë mbrapa, atje kanë votuar këtu dhe atje. Tani duhet vetëm në ujë të ftohtë të votoj. Nuk ja u kanë ngjerë njerëzit për të marrë më me këto. Unë thash po vi nga Italia qëllimisht për të votuar, nuk votoj dot. Edhe pse me mod me shi të pare që kanë shkuar për të votuar herët apo janë hapur qendrat e votimit kanë qenë të moshuarit, ka patur një pjesëmarrje të ulët gjatë orëve të para të ditës, kjo ndoshta për shkak të pranisë së modit me rreshje. Shumë i rëndësishëm për qytetin tonë, edhe për gjithë vendin tonë, të mundohen të ndërtojnë një spital të rregullt këtu në Cerrik. Se kam qenë infermiere këtu, janë shumë të rëndësishme, edhe kështu që do votoj. Du të na ngrejnë pensionet e bi, se 200.000 lekë merr. Ndërkohë, një 90 vjeçar nga Vlora është shprehur se nuk ka munguar asnjëherë në zgjedhje, qofshin vendore apo qendrore. Ismail Mahilaj nga Novosela e Vlorës ka deklaruar se është drejtuar gjithmonë motive të votimit, ashtu siç ka bërë në këto zgjedhje. Mahilaj ka deklaruar se ka qenë korrekt, duke konsideruar procesin e votimit shumë të rëndësishëm. Ja, korrekt me ligjet. Si s'ka votuar. Në 5 bashkitë e vendit janë zhvilluar zgjedhjet e pjesëshme vendore. 334.539 qytetarë me të drejtë vote kanë zgjedhur kryebashkiakët e rinj në Vlorë, Berat, Cerrik, Matet e Pelen, ndërsa për drejtimin e këtyre bashkive janë në garë 13 kandidat. Mandati i kryebashkiakëve të rinj do të jetë vetëm një vit e gjysmë, derisa të mbahen zgjedhjet lokale në pranverë të vitit 2027.